Për sa i përket fushës magnetike të njeriu, ajo ndikon në qarkullimin e gjakut. Nuk ka asnjë impakt negativ, pra deri në sot nuk është provuar që shkakton asnjë dëm. Pra, magneti mund të përdoret nga njeriu pa problem. Ajo çka bie sot në sy është që përdorimi i magnetit në sasi të konsiderueshme në shumë shërbime, në shumë industri të çdo fushë, dhe vlera e përfituar nga magneti është e jashtëzakonshme. Përdorimi i magnetit zvogëlon shumë kapacitetet e materialit të tepërt të panevojshëm në një objekt apo shërbim që ne kryejm normalisht. Prandaj përdoret magneti.